Jemi një shumë krenar që e keni zgjedhur institucionin tonë bashkërisht na të festojmë datëlindjen e kryetarit Bill Clinton. Faleminderit shumë. Komandant, faleminderit. Zjarr Fiksa, faleminderit. Vash Zoti që asnjë problem, asnjë punë, mos ta keni asnjë shurje, zjarr ose ndonjë intervenim, mos keni, mirë po e di që keni shumë punë, shumë angazhime, edhe verës, edhe dimrit, atëherë kur na flejmë, ju punoni. Atëherë na flejmë atë qetë kur e dim që jeni ju. Gjithkund botë, posaçërisht në Amerikë, Zjarr Fiksat janë shumë me reputacion edhe me imazh, edhe me autoritet, kuptim pozitiv e shkruaj, para gjithë institucioneve tjera të sigurisë. Jo rastisht e kemi përzgjedh brigadën e Zjarr Fiksave të Prishtinës për 80 vjetor, sepse është jubile. Jo rastisht e kemi zgjedh sepse me vite brigada e Zjarr Fiksave ish komandanti aktual, si dhe ju gjithë Zjarr Fiksat s'keni hezitu në asnjë rast kur ka pas nevojë për ndonjë aktivitet, për ndonjë intervenim, për ndonjë pasim shtatorës, sepse nuk ka qenë formalisht nuk ka qenë obligimi juaj. Mirë po, keni bënë një punë jashtëzakonshme, e keni bënë nder institucionit juaj, e keni bënë nder komunës, e keni bënë nder shtetit, e keni bënë nder kombit. Premtoj që mas një ore unë do të këto fotografi shkojnë te presidenti Clinton, po çka është më veçanta. E falenderoj drejtorin për pjesëmarrjen zotin Naimin, komandantin e gardës, zotin Jeliu dhe edhe një herë gjithë Zjarr Fiksat për pjesëmarrjen. Normalisht e falenderoj edhe juve mediave për prezencë. Sa për informim, kjo letër së bashku me para se me kalu, partje kemi fillu me dhurimin e një sasie jo të vogël të këtyne dekorime e caktuar, ose dhurata që ju kanë dhënë qytetarëve, është një bezh, është një flet palosje të aktivitetit dhe shoqatës, është një dizajn i caktuar ku është letra edhe dizajni, edhe letra që do t'i dërgohet presidentit Clinton, është një kartolinë ekskluzive që i kemi dediku për këtë aktivitet, sepse është jubile, edhe çka është edhe më e veçanta, por kemi një notes prap ku është fytyra edhe jubileu edhe urimi i jon, mirë po e kemi dhuru edhe një sasi të pinave, donacion të zotit Ilirit, që nuk ka qenë sasi e vogël, po e veçanta, mendoj që simbolika më e madhe. Urimi ka shku në emën popullit të Kosovës, shtetit Kosovës. Mirë po kemi thonë, shqiptarët nuk harrojnë. Mendoj që kjo është mesazhi më i fuqishëm, më i miri, më i ndershëm dhe më i sinqerti që kemi mujt ne me tregu presidentit Clinton. E veçanta tjetër është, po i kemi urimi bëhet, organizimi bëhet për presidentin Clinton. Mirë, po organizimi bëhet për institucionin më të lartë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për institucionin e presidentit. Domthonë këto janë dëshitume. Plus, çka është edhe më veçanta, është 250 vjetori i shtetësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Andaj jo rastisht e kemi zgjedhur brigadën e Zjarr Fiksave, sepse sinqerisht po them, na keni nderu, na keni privilegju, edhe jemi ndi komod, edhe jemi ndi sigurt që nuk do dështojmë sa që ju kemi pas ju, sa që kemi pas policin, sa që kemi pas FSK-n, ose qendrën e mjekësisë emergjente. Për lexoj vetëm një pjesë të letrës, sepse e keni që mos i marr shumë kohë. Letër urimi për 80 vjetorin e presidentit Bill Clinton. Prishtinë, Kosovë, 19 gusht 2026. I nderuari president Clinton, në këtë ditë të veçantë, në emër të shoqatës miqte të Amerikës, brigadës së Zjarr Fiksave të Prishtinës,
dhe në emrin tim personal kanë derin dhe kënaqësinë të ju përcjell urimet më të përzemërta me rastin e 80 vjetorit të lindjes. Sot nuk po festojmë vetëm një ditëlindje të rëndësishme, po ndërrojmë në jetë të gjatë shërbimi publik dhe për ne në Kosovë kujtimin e një presidenti amerikan që në një nga momentet më të vështira të historisë tonë qëndroi në anën e lirisë dhe dinjitetit njerëzor. Për shqiptarët e Kosovës, emri Bill Clinton është i lidhur përgjithmonë me shpresën, lirinë, solidaritetin amerikan. Në ditët e errëta të vitit 1999, kur populli ynë përjetonte luftë, dhimbje dhe dëbim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në udhëheqjen tuaj qëndruan fuqishëm në anën e popullit të Kosovës, normalisht si dhe gjitha institucionet tjera amerikane, pa dallim partie, republikan, demokrat. Prandaj, për ne ekziston një mesazh që nuk do të zbehet kurrë. Shqiptarët nuk harrojnë. Ne nuk harrojmë miq që qëndruan pranë nesh kur kishim më së shumti nevojë. Nuk harrojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk harrojmë NATO-n. Nuk harrojmë ushtarët që sollën paqen. Ne nuk harrojmë presidentin Bill Clinton. Sot në Kosovë e festohen ditëlindjen tuaj së bashku. Nuk po që të mos të marko, mirë po është një letër paksa më e gjatë, është një letër shqipe dhe anglisht, andaj kjo është një Nderuari president zotëri Bill Clinton, në këtë ditë të veçantë ju drejtohemi juve dhe familjes tuaj nga zemra e popullit të Kosovës. Për ne ju do të mbeteni gjithmonë miku ynë, shpresa jonë dhe simboli i lirisë së popullit të Kosovës. Gëzuar ditëlindjen zotëri Clinton. Zoti ju bekoft juve, familjen tuaj dhe Zoti e bekoft Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dear President Mr. Clinton, on this special day we address you, your family, from the heart of the people of Kosovo. For us, you will always remain our friend, our hope, and symbol of the freedom of people of Kosovo. Happy birthday, Mr. Clinton. May God bless you, your family, and may God bless United States of America. Ne kemi edhe një dhuratë, një flamur të qëndisur që do të... Hape, se kemi këtë të arsye. Do të dërgohet... Është një flamur ekskluziv, tash drejt, po, rregullon se më zalim kes. Përshëndetje të qeverisë. Moja komandant. Për informacioni juaj, kjo dhuratë, ky flamur është merit e një plejade të madh të bashkëdhëtarëve tonë që kanë luftuar gjatë historisë në forma ndryshme. Gjatë historisë kemi dhënë shumë gjatë, shumë djersë, shumë vojtje. Mirë po, këtë falë edhe veprimet mesme të institucioneve tona para lufte, krye me presidentin historik Rugova, Idenë Demokratike dhe gjithë veprimtarëve të tjerë. Në asnjë mënyrë nuk guxojmë të harrojmë rolin e madh, rolin e jashtëzakonshëm të pjesëtarëve të ushtrisë tonë qëndrore, për kulje para gjithë herojeve, për kulje para gjithë dëshmorëve, për kulje gjithë atyre që dhanë jetën. Është shumë respekt për gjithë ushtarët e ushtrisë tonë qëndrore. Për ulje deri në piedestal. Faleminderit të gjithë atyre që kontribuan mbas luftës për avancimin e kësaj çështje. Mirë po, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa dy partitë kryesore, që dhe pa aleat e tjerë që kërkojnë falje që s'po i potencioj gjithë Britani, Gjermani, Franca, shtetet e tjera, nuk do ta kishim këtë flamur. Po ky flamur i shtetisë Kosovës, së bashku flamuri nacional, ka val vite, do të valit gjithmonë. Fani veç një gjë, edhe një dhuratë përpos kësaj, presidentit Clinton i dërgohen 3 dhurata të tilla, e më e veçantë është po, është fjalia e presidentit Clinton. Kosova do të jetë gjithmonë Kosova do ketë gjithmonë një vend të veçantë në zemrën time, shqiptar-anglisht. Falënderim për leadershipin, miqësinë dhe mbështetjen e pandarshme. Në këtë ditë të veçantë ju urojmë shëndet të mirë, gëzime të pafundme dhe çdo të mirë. Faleminderit për gjithçka që keni bërë për popullin e Kosovës dhe për miqësinë e përjetshme ndërmjet popujve tonë. Një dhuratë e tillë e kemi paraparë të dërgohet në qendrën presidenciale Clinton Little Rock, një dhuratë e tillë kemi paraparë të dërgohet në Fondacionin Clinton, në New York, si dhe një dhuratë tjetër e kemi paraparë të dërgohet ose në muzeumin e shkollën Bill Clinton ose Clinton Global Initiative që ta zgjedhë. Domthonë, kudo që shkon presidenti Clinton, do ta gjen një urim, do ta gjen një simbol, do ta gjen një zemër popullit të Kosovës
veçanërisht popullit shqiptar. I falenderoj nga zemra pronarin i Bushri Sisa, Alish Bislimi, Refki Hoxha, cilët na i mundëson këtu, që dhe zotri Ilir Mezel Gjiu për tortën, për lëndët edhe për flamurin. Zoti e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zoti e bekoft Komiton. Faleminderit Gjarfica.